Fundjava e shkuar u karakterizua nga momente ankthi dhe pasigurie në Tiranë, pasi në një prej qendrave tregtare në Tiranë, Toptani Shopping Center, u përball me alarme për vendosje eksplozivi. Situata detyroi ndërhyrjen urgjente të autoriteteve dhe evakuimin e menjëhershëm të qytetarëve. Incidentet ndodhen gjatë së shtunës dhe të dielës, kur përmes mesazheve elektronike u kërkua boshatisja e ambienteve. Forcat xheniere zhvilluan kontrolle të detajuara në të 3 objektet, duke verifikuar çdo hapësirë. Në përfundim të operacioneve, u konstatua se bëhej fjalë për alarme të rreme. Megjithatë, ndikimi në publik dhe në aktivitetin e bizneseve ishte i ndjeshëm. Qendra tregtare ka marrë një email kërcënues i dërguar nga adresa ediberisa.atomicmail.io. Mesazhi përmbante formulime të rënda dhe alarmante si: "Është ora e fundit, do t'ju vrasim. Sonte në orën 21:30 do të vrasim familje shqiptar." Dhe "Kemi vendosur dhe fshehur me kujdes 4 kg eksploziv me detonator." Në fund të emailit ishte vendosur shprehja Allahu Akbar, e përdorur në këtë rast në kontekst kërcënues, ndërsa mesazhi shoqërohej edhe me një imazh armë zjarri. Autoritetet kanë nisur hetime intensive për të identifikuar autorin, duke u fokusuar në gjurmimin e adresës elektronike dhe origjinës së mesazhit. Dyshimet paraprake flasin për një alarm të rremtë të organizuar, por hetuesit nuk përjashtojnë as skenarin e një veprimi të qëllimshëm për të përhapur panik dhe pasiguri.